Përshkallëzohet lufta tregtare mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës. Pekini njoftoi këtë të premte një rritje të tarifave tregtare për mallrat amerikan nga 84% në 125%. Ministria Kineze e Financave ka sqaruar se tarifat e reja do të hyjnë në fuqi nga e shtuna, duke e bërë këtë një hap të menjëhershëm dhe të rëndësishëm në politikën tregtare të Kinës. Lëvizja e Kinës vjen pasi vetëm një ditë më parë Shtetet e Bashkuara rritën sërish tarifat për mallrat kineze nga 125% në 145%, me Donald Trump që tregoi se nuk do të kishte tërheqje përballë Pekinit. Megjithatë, ai tha se ka vend për negociata. Për herë të parë që prej nisjes së luftës tregtare, SBA Kin këtë të premte pati një reagim nga presidenti kinez Xi Jinping. Pasi u takua me kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez, kreu i shtetit kinez ripërsëriti qëndrimin e bërë më parë publik nga Pekini, se nga kjo luftë tregtare nuk do të nxjerrë kurrë një fitues. Presidenti kinez i tha kryeministrit spanjoll Pedro Sanchez se Bashkimi Evropian dhe Pekini duhet të kundërshtojnë praktikat e njëanshme të negociimit që Donald Trump kërkon me vendosjen e tarifave tregtare për të ngacmuar ekonomitë më të mëdha të botës. Reagimi i Kinës dhe kundërpërgjigja e radhës prej këtij vendi vjen pasi Shtetet e Bashkuara pezulluan tarifat e larta tregtare ndaj të gjithë vendeve, përveç Pekinit për 90 ditë, duke iu lënë atyre një tarif fash të unifikuar prej 10%. Vet Trump pranoi në mbledhjen e kabinetit të tij mbrëmjen e të enjtës se vendosja e tarifave shkaktoi probleme në atë që ai e quajti një tranzicion ekonomik, ndërsa pranoi edhe efektet negative që vendimi i tij pati në bursën amerikane.